Qysh i bleu 2 iPhone-a administratorja qedës me parate subvencioneve? A jeni administratorja apo? Më falë, a mundeni? Qysh nuk pagohu fare për fëmijën e saj për gjatë vitit 2024 qedën botanika? 339 fëmijë kishin qenë pjesë e listës së subvencionimeve pavarësisht që këta fëmijë nuk kishin qenë aktualisht të regjistruar në këtë qerdhe. A rrezikojnë të mbesin pa paga mësimdhënësit e kësaj qerdhes? Policia e Kosovës, konkretisht Njësia Rajonale për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit, ka bërë të ditur se ka zhvilluar hetime lidhur me dyshime për keqpërdorim të fondeve të qerdhës botanika në Prishtinë, për cilën Gazeta Nacionale kishte raportuar. 2 të dyshuar, të cilët janë intervistuar nga Policia e Kosovës, burimet e nacionales kanë bërë të ditur se bëhet fjalë për drejtoreshin e qerdhës Kadria Aslani, si dhe administratorin e qerdhës Qendresa Makolli. Drejtoresha Aslani tashmë është ndaluar për 48 orë, ndërkaq nga Prokuria Themelore në Prishtinë kanë bërë të ditur se për administratorin Qendresa Makolli është caktuar masa arrestit shtëpiak. Në komunikatin e policisë thuhet se dëmi i shkaktuar mund të arrijë vlerën e mbi 100.000 eurove. Po ashtu, gjatë hetimeve janë siguruar prova që tregojnë përpilimin e listave fiktive të subvencioneve për fëmijë që nuk kanë qenë fare në këtë qerdhe, duke shkaktuar pra kështu dëme të konsiderueshme financiare. Po ashtu, kujtojmë se javën më parë Nacionalja kishte publikuar edhe gjetjet e auditorit lidhur me rastin. Dyshimet po ashtu përfshin edhe tërheqje të parave në mënyrë të parregullt dhe blerje të pajisjeve elektronike pa justifikim të nevojave institucionale. E për blerje të pajisjeve, Gazeta Nacionale ka siguruar fatura ku e dyshuara për skemën e mashtrimit administratorja e qerdhës Qendresa Makolli kishte blerë 2 iPhone-a për gjatë vitit 2023 e 2024. E blerja këtyre 2 telefonave kishte shkaktuar edhe dëme të tjera financiare në qerdhët, çka dhe sot po rrezikohen të mbesin pa paga mësimdhënësit, ku përveç kësaj, aktualisht qerdhja botanika ka mbetur pa u furnizuar me internet. Nacionale ka mësuar edhe informacione të tjera, ku burimet e Nacionales kanë bërë të ditur se e dyshuara administratorja e qerdhës Qendresa Makolli nuk ishte paguar fare qerdhen për fëmijën e saj për gjatë vitit 2024, ku një herët emri fëmijës të saj kishte figuruar në listën për subvencionim. Po çfarë po ndodh aktualisht me qerdhën botanika? A rrezikohen të mbesin pa paga mësimdhënësit? E për këto informacione, ne sot kemi biseduar me përfaqësuesin e Këshillit të Prindërve, Dalmat Hyseni. Është gjendja e rrezikuar financiarisht, edhe pse prindët kanë vazhduar me po pagesat e tyre sipas vendimit për 120 euro për fëmijët, pa zbritje për fëmijën e dytë, në kundërshtim me kontratat, se në kontratë kur ti ke 2 fëmijë pagun me zbritje, mirë po për shkak që ne rrezikojmë me mjet pa mjete, e kemi kërkuar mirë kuptimin e prindërve që mos na kërkojnë zbritjen derisa të stabilizohet gjendja e kopshtit botanika. Kopshtit aktualisht është ndarë interneti për shkak të disa pagesave me kontraktorin NIPCO. Brenda atyre pagesave është blera 2 telefonave, po që edhe kjo pjesë është duhet u pi prokurorisë. E përçata nuk po du më lëshu te pjesa e telefonave shumë për shkak se është pjesë e hetimit e prokurorisë. Dyshohet, po mënoj, kemi informacione që edhe brenda një muajit është pagu, si me thonë, një faturë prej 170 euro veç për internet. A ka shkaktu kjo, a ka shkaktu dome, pse? Ka shkaktu dome, marrëveshja për atë kontratë ka qenë më herët si të bëhet e madhe kjo që po ndodh tash. Edhe ne kemi gjetë ashtu, kontrata duhet mu pagu, jemi në kontakt edhe me IPCO-n, tash duhet me shiku që shmëra me zgjidh. Se qysh është pagu? është pagu, si me thonë... Ashtu që është 170 euro. Po, aty ka qenë pjesë e shërbimeve tjera. Çfarë shërbime? Të atyre telefona që përmendte. Komuna Prishtinës tashmë e ka mbajtur një takim kanë qenë disa anëtarë të Këshillit në takimin që kanë mbajtur detajistët dhe auditorët e Komunës së Prishtinës. Zotimi tyre ka qenë që pasi ne të pastrojmë listat e subvencioneve, kujt ai takon subvencioni me një listë tamam si duhet të jetë sipas rregulloreve, do t'i kthejnë retroaktivisht që nga janari, kur janë ndalur subvencionet, do t'i kthejnë në llogarinë e kopshtit botanika, dhe besoj që atëherë do të rregullohet edhe çështja e financave, nuk do të kemi më probleme me pagat, me asnjë shpenzim tjetër brenda kopshtit botanika. Vlen të theksohet se Prokuria Themelore në Prishtinë ka nisur hetime lidhur me rastin, për çka dhe Nacionale do t'ju mbajë të informuar.